Nëse do të më pyesni se cilat janë 3 analiza bazë të cilat nuk duhen neglizhuar, do të konsideroja këto. Së pari, homocysteina. Homocysteina është një aminoacid i cili gjendet në sasi të vogla në organizëm. Atë ne e marrim nga ushqime siç janë mishi, peshku apo vezët. Por, kur është në sasi të mëdha në organizëm, mundet që të dëmtoj enët e gjakut, duke rritur riskun për sëmundje kardiovaskulare, insult apo sëmundje neurodegenerative, siç është Parkinsoni. Së dyti, kemi nivelet e magnezit në ruazat e kuqe. Matja e niveleve të magnezit në ruazat e kuqe na mundëson përcaktimin e niveleve intraqelizore të magnezit. Mungesa e tij është e lidhur me lodhje kronike, sindrom metabolik apo sëmundje kardiovaskulare. Dhe së treti, kemi nivelet e insulinës. Shpesh, ne matim nivelin e glicemisë në gjak për të na orientuar për riskun për diabet, por na duhet edhe niveli i insulinës, pasi për një kohë të gjatë, trupi mban nivelet të glicemisë normale, por nivelet të larta të insulinës. Prandaj, këto duhen matur të dyja. Së bashku me to, duhet përcaktuar dhe indeksi HOMA, që na përcakton po ashtu riskun për sindrom metabolik. Këto analiza nuk na përcaktojnë diagnozën, por na japin një tablo të qartë mbi shëndetin kardiovaskular dhe atë metabolik. Për më tepër informacione, na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe zgjidhni Premium Clinic për t'i besuar shëndetin tuaj.